Adhurues të basketbollit, kthehemi përsëri në Karagaq. Golden Eagle Ylli 37, Peja 44, pra cila do të na jap sonte më shumë energji, Golden Eagle apo Go Plus, mbetet të shihet pas edhe 20 minutave që shpresojmë të jenë fantastike, sikurse pjesa e parë, dueli Golden Eagle Ylli kundër Go Plus Pejës, po zhvillohet sonte në Karagaq, pasi që ndeshja e parë ku Peja është dashur të jetë në Niko Qire, është zhvilluar në paljestrën 13 qershorin në Suarek me 19 tetor, pasi që Karagaqja së kohë ka qenë i zënë me numërimin e votave të zgjedhjeve lokale. Është kjo ndeshje e cila e përmbyll xhiron e 9, pra është xhira e dytë e ciklit të dytë vjeshtor, i cili pas pushimit 2 javor për shkak dritarës së parë të para kualifikimeve të Kosovës për Eurobasketin 2029, vazhdojnë mes javë me rezultate befasuese. E tham disa herë, pra puna është bërë lëmsh. Vllazimi e mposhti Bashkimin, Trepqa ju revanshua Go Plus Pejës, këtu duke e mposhtur Sigal Prishtina u mposht nga Golden Eagle Ylli e Rahoveci nga Bora, ndërsa dje Rahoveci e mposhti Bashkimin duke i shkaktuar disfatin e 2-3. Bora e mposhti Sigal Prishtinën në Minatori, ku zhvillua derbi lokali i kryeqytetit midis Mitrovicës 88-78, dhe Trepqa para kësaj ndeshje në çastet e fundit, edhe pse 5 minuta para se të përfundonte dueli kishte plus 15, u mposht nga vllazënimi me 85-83. Pra, adhurues të basketbollit, puna u bë lug në elitën e basketbollit kosovar. Dhe atë që kam thonë edhe në fillim të këtij kampionati, ky edicion do të jetë një prej edicioneve më emocionuese dhe më rivalizuese që nga epoka e artë e basketbollit tonë mas luftës 2002-2007. Dardan Berisha pranë Lisit kërkon hapësin, nuk ka pozit për të gjuajtur. Johnson atje për Greenin, i cili ndalet nga ish-pejani Larry Thomas. Larry Thomas me cilin Peja e fitoi titullin e kampionit në edicionin 2023, pra janë këto dy skuadrat të cilat i kanë fituar titujt para se Trepqa të fillonte dominimin e vet. Golden Eagle Ylli, kampione 2 fish, 2021 dhe 2022 në udhëheqjen e Beqiragishit. Pastaj Peja, kampione 2023. Sa bukur e vjedh topin, hop. Lufton atje. Dhe gabim në hapa nga Scott. Do të ishte mirë ta shohim edhe një herë. Po. Vendimi drejt i Gjelal Muminit, e ka ngritur atje këmbën e qëndrimit. Berisha kërkon hapësin atje. Topi vjedhur mirë i Erion Kastratit. Erioni shpejt për sin atje, ndalet në mënyrë të palejuar Trevon Allen nga Arti Hajdari, një pjesë e parë fenomenale e Artit. 39 me 44. E ndjek atje mbrojtje mire Flaytonit e patë se si e pengoj Trevon Allenin. Trevon Allen, bukur, tenton, nuk realizon. Liz Shoshi tenton ta vjedh këtë top, nuk arrin. Dardani përballë ka Larry Thomasin, bukur atje. Green shpejt lëviz topi, tani Jordan Johnson tenton Flayton, nuk realizon. Dalet Trevon Allen, lojtari më i mirë në pjesën e parë tek të dyja skuadrat në përgjithësi në parket me 16 pikë të realizuara. Scott tenton ta kryen vetë punën. Kemi një mismatch atje, Dardani dhe Lisi. Lufton atje Dardani, mbrojtje mirë, ti nuk i lejon hapësin mirë, po Lisi asiston. Dhe Erion Kastrati me treshën e parë, 42 me 44, e afron rezultatin. Janë këto pikët e para të Erionit, e treta e vërteta e Erionit. 2 herët e para huqi, edhe një top i vjedhur i ti.
për Trevon Allenin, situatë 2-2, shkon Allen, nuk realizon edhe një herë, çmendet atje Jeronimo Sharini, flejtën, nuk realizon asaj, dhe huqe nga të dyja anët. Çmendet atje Jeronimo Sharini, i cili debutoi me fitore tek Golden Eagle. Çfarë mbrojtje mirë, sa bukur e volli këtë top. Green 3-1 situata, Green! Jordan Johnson asiston disi mrapa, Green. Edhe pse topi shkoi mrapa, disi e arriti dhe realizoi për 4-2 me 4-6, shumë të dekoncentruara të dyja skuadrat. Jo të sigurt në organizimin e sulmeve, por edhe mbrojtjet po janë të fuqishme. Ufa, çfarë asistimi Trevon Allenit. Ja dhe dorën atje Greenit. Asiston për Lisin, Lisi e shmonton koshin për 44 me 46. Loja kthehet, ngushtohet rezultati në vetëm 2. Dardan Berisha për Artin. Erioni pran Artit, tenton Arti. Ufa, huqe e madhe Arti Hajdarit. Shumë korekt lojtarët e huaj, edhe të Golden Eagle Yllit, edhe të Go Plus P sonte, edhe njëherë topi vjedhur nga Taj Green për mrekulli. Johnson disi mrapa ja kthen topin, e mbrin këtë top megjithatë Greeni. Dardan Berisha ullet për të pushu, betet me ato 6 pikët e tij, 4 asistime. Deri tash Larry Thomas me treshe, Eriksen e përsin 2 treshet Golden Eagle Yllit në fillim të çerekut të tretë. Fillimisht Erioni në asistim të Lisit, Erion Kastrati në asistim të Lis Shoshit për 42 me 44. Më pas Lisi në asistim të Trevon Allenit, shkoj me atë ngulitjen, por të afru përsëri në 2, 44 me 46. Ja, edhe njëherë kjo treshe e Erion Kastratit, pikët e para të Erionit në asistim të Lisit. Ja, është kjo treshja e Larry Thomasit, i shpejanit, po e them disa herë, i cili së bashku me Waldon, Bradley Waldon, para 3 edicioneve, i solën PS titullin e kampionit të 6 në total. 47 me 46, tentim për 3 pik, i pa sukseshëm më i larti në kërcim për sëri Trevon Allen, kërcimi ti i tret, i ka dhe 3 asistime. Larry Thomas dhe Musab Mala, shkon Lisi për blok Edwards, edhe një herë nga distanca e madhe atje tenton Larry Thomas, sa i radhe, nuk qëllon, 5 minuta e 5 sekonda deri në fund të çerekut të tretë. Mala, blok i mirë i Caesar Edwardsit. Opa, e shpëton atë për Lis Shoshi. Blok i Lisit hapët, por Trevon Allen vendos të gjuan e Nevrikos, atje Jeronimo Sharinin, i cili priti që Allen tja kthen topin prapa Lis Shoshit. Johnson sonte si duket ja ka ngreh vesht mirë trajneri Greg Gibson, sonte po pason shumë më tepër se sa në ndeshjen e fundit. Musabi kreti qoj në hava dhe asistoj për Taj Greenin, i cili përgjigjet në treshe me treshe. Eriksen plus 2 pikshin, 49 me 47, për mrekulli atje e pat Musab Mala, çfarë lëvizje mashtruese, kreti qoj në hava dhe asistoj. Në anën tjetër Scott gabon, edhe time out kërkon Jeronimo Sharin në ndërprerjen e parë
të lojës. Arti Hajdari depërton deri në fund për mrekulli dhe time-out ka kërkuar Jeronimo Sharini. 51 me 47, fakt 47 me 51. Pas një serie fenomenale të cilën e ndërmori Golden Eagle Ylli prej 10-2, përfshi ato 2 treshet e një pas njëshme, pra e nisi Anton Scott me atë 2 pikshin e ti në asistim të Larry Tomasit, para se Liz Shoshi të asistante për Erionin dhe treshin e ti, më pas Allen për ngulitin e Lisit, Scott për treshin e Larry Tomasit për të përmbyllë serin prej 10-2, me të cilën kaloj në epërsi minimale, pra nga -7 në +1 Golden Eagle Ylli, kur kishin mbetur edhe 5 minuta 45 sekonda loj. Mirë po, në 2 minutat e radhës, patëm treshën e Tash Greenit në atë asistimin fenomenal të Musab Malos, i cili ngriti në hava 2 lojtar të Golden Eagle Ylli dhe asistoi jashtë në kënd të Tash Greeni. E më pas edhe Arti Hajdari, asistim të Johnsonit, deportoi dhe detyroi trenerin Jeronimo Sharin të kërkon time-out. Edhe 8 sekonda për këtë sulm, pick and roll atje. Foul në sulmi Liz Shoshit pas blokut. Largohet nga loja Lisi, largohet edhe Scott. Kthehen në loj Hoffman dhe Qallaku, Ariane. 47 me 51 edhe 3 minuta e 20 sekonda deri në fund. Erioni pran Tash Greenit, luan mbrojtje të mirë Erioni, po e shohim që është thyer në formë, këtë dëshmoi edhe me performansën e tij për përfaqësuesit të Kosovës. Kur shkëlqeu së bashku me Dardan Berishën dhe Drilon Hajrizin. Johnson, pick and roll atje me Greenin, i cili vendoset e kërkon topin, shkon për me luftu dhe kap topin, e pat se si luftoi Green. Ja dorzoi topin Malos, i cili tenton, nuk realizon, por Green për sëri e pat atje se si shkoj me luftu për top i hatashëm Tash Greeni. Në anën tjetër Trevon Allen mbyllët atje koridorin nga Edwards dhe Johnson, shpejt lëviz topi, Erion Kastrati depërton për mrekulli me lëvizje mashtruese për 49 me 51, 5 pikë të Erionit, të gjitha të realizuara në çerekun e tretë. Edhe 2:35 deri në fund. Mbrojtje zonale e Golden Eagle Ylli, Tash Green, krejt po i bën vet, deportoi, nuk realizoi, kërcej në sulm, e përmirësoi dhe e përsin përsëri e ktheu në 4. 49 me 53. Pika e 13 e Tash Greenit tashmë me double-double. 13 pike, 12 kërcimet të Tash Greenit, i hatashëm. 5-5, në fakt 6-5, se e huqi një dyshe parës, por kërceu në sulm. 13 pik, e 13 kërcime më falni. Double-double i 2 13-sheve për Tash Greenin. Hoffman atje shpejt për Tomasin, Mala është pranë Tomasit, Allen deporton deri në fundit të gjithë dhe realizon pas një kohe të gjatë Trevon Allen, pika e tij e 18. Afron rezultatin në 51 me 53.
topi duhet të rivëhet nga këndi atje. Ja shpjegon atje dhe Gjeral Momini pse duhet të rivëhet nga këndi. Johnson. Ofun atje Rëshiti shkaktoi faull ndaj Jordan Johnsonit. Rëshiti keq në parket atje, kanë mundur të lëndohen të dy lojtarët. Ufa. Është faull, po me 55, fatkeqësi mirë që nuk u lëndon. Kjo gjë është në rregull. Johnson realizon edhe nga vija gjuajtjeve të lira, 51 me 56. Pika e 7 e Jordan Johnsonit, i cili ka dhe 4 asistime dhe sonte po e kryen detyrën e tij të shpërndarësit të top. Sa bukur e Rioni atje, më ka që nuk realizoi, ishte aksioni bukur i Erion Kastratit. 51 me 56, Dardani po e pret topin, më në fund sa bukur Dardani atje. Dueli 2-10-sheve Johnsonit dhe Çalakut. Pranvis fundore depërton dhe nuk realizon Jordan Johnson. Faulli Arjan Çalakut. Përsëri do t'i ketë dy gjuajtje të lira. Jordan Johnson nuk arriti ta mbyll, nuk e mbylli me kohë atje vin fundore Arjan Çallaku dhe ndali në mënyrë të palejuar Johnsonin, i cili është 100% efikas nga vija gjuajtjeve të lira sonte. 3-3. E 4 rresht. Ska të huqur nga penalet Jordan Johnson. Pika e 8 e tij, i ka dhe 4 asistime. Dhe vetëm një top të humbur sonte. E sonte ka luajtur rolin e tij të playmakerit ashtu si duhet. Jo si kurse të entën mbrëma, kur i dha 20 pikë ishte maj miri, por e knaqi krejt duke i humbur 5 topa. 11-3 për dyshe, 8-3 për treshe. Trevor Allen dalet në mënyrë të paliuar nga Johnsoni. Do të jenë dy gjuajtje të lira për Allenin. Hera pare Allenit që do të jetë në vijën e gjuajtjeve të lira. Këtë edicion ka një efikasitet prej 75 apo jo. Rivëhet topi anësh. Thomas Musabala luan mbrojtje agresive. Jordan Johnson e shpëton këtë top. Trevor Allen lufton, Mala me gjithatë duelin e fiton. Çfarë mbrojtje e Malës dhe Jordan Johnsonit. Nuk po dorëzon për asnjë top, plus 7. Dardani për 3 pik, nuk realizon Arjani më i larti në kërcim. 21 sekonda për sulmin e Golden Eagle Yllit. 51 me 58. Pati e përsi minimale prej 47 me 46. Trevor Allen gabon atje. Kundër sulmi shpejt, Dardan Berisha deri në fund. Me akrobacion realizon për 51 me 60. Dhe qereku i tret mbyllët me 9 pike përsi, nuk po mundet me besu. Atje Jeronimo Sharin e kapi kokën, tha çka po ndodh kështu me lojtarët e mi. Me të vërtetë e pabesueshme. Pas asaj serie fenomenale në start prej 10-2. Kur nga rezultati 37 me 44, Golden Eagle Ylli pas një kohë të gjatë e riktheu e përsin në 47 me 46, kur kishin mbetur edhe 5 minuta e 45 sekonda loj. E prej ati momenti, pra e kemi një seri prej 14 me 4 të PS, apo 4 me 14 si të doni, e cila filloj me përgjigjen e touch greenit në këte asistim fantastik të Musab Malës. Më pas ishte Arti Hajdari i cili depërtoj. Edhe një herë pat në asistim të Jordan Johnsonit.
Touchgreen ishte ai i cili deportoi deri në fund. Nuk realizoi, po me kërcim në sulm e përmirësoi. Më pas edhe Jordan Johnson me kosh faul, me deportim edhe gjuajtje në lirë, pastaj edhe 2 gjuajtjet e lira. Ja, po e shohim edhe prej nga janë shënuar pikët në çerekun e 4, është kjo harta e gjuajtjes, shënimit dhe huqeve. E krejt në fund, pra në asistim të kujt tjetërve se të shkëlqyeshmit sonte me të vërtet qendra Alan Herndon po e kryen rolin e playmakerit dhe me një asistim në tërë fushën i mundsoi Dardan Berishës që të realizon pikën e tij të 8. Alan Herndon ka 4 pikë, por i ka 3 asistime, 3 kërcime dhe një top të vjedhur. Dërsa Peja po hyn në çerekun vendimtar me 9 pike përsi, 51-60 kthehet në lojë Zimorina pas një kohe të gjatë. Lufton atje Hoffman, por Herndon është më i suksesshëm, 51-60 mbetet plus 9 Johnson për malën. Mbrojtje zonale tani Sharini. Morina në Dardanin. Dardani kërkon hapësin atje. Megjithatë faul është ky Jordan Johnsonit. Pas një kohë të gjatë po e shohim në lojë Joe Reesin. Thuaj se e ka haruar armën kryesore të tij, djaloshin i cili u ngrit nga banka rezervë kundër Prishtinës dhe në atë çerekun e dytë fenomenal kur Golden Eagle Ylli shënoi 36 pikë. Shkëlqeu Joe Rees. Lufton atje. Blokohet nga Edwards dhe Herndon kundër sulmi shpejt. Musab Mala deporton deri në fund dhe fauli Popo u tërhoq atje përdore nga Antown Scott, lojtari me numër 12, Musabi. I shkëlqyeshëm sonte Musab Mala, me të vërtet tandemi Mala-Berisha ishin më të merituarit për atë shkëputjen në çerekun e dytë. E tani vjen edhe treshja e Jordan Johnsonit për 63 me 51 përsin më të lartë për 12 pikëve. Shkon atje Risi, luftojnë, kërkon faul atje, nuk ka faul. Thjesht dhe Zimorina shkakton personale. 12 pikë, 4 asistime dhe 2 kërcime nga Jordan Johnson, i cili shpërtheu në çerekun e 3 dhe tani edhe një herë Dardani, shikoni për mrekulli, me një herë asiston atje, nuk pret fare, është kjo asistimi i 5 i Dardanit. Pra nuk ka rishikim të situatës, ndërsa bankës rezervë për shkak të sipas referve ishte tentim për të vjedhur topin ky faul, ndërsa për shkak të reagimit të bankës rezervë i shkon teknikja, të cilën e konkretizon 52 me 63.
Dardan Berisha e rivon topin, i vetmuar atje tenton, nuk realizon. Arjan Çallaku e kap këtë top ik në kundërshtim. Rees dalet atje, mbrojtje mire Dardanit, e ndal Reesin. Scott. Çallaku depërton deri në fund, ja vjedh topin Jordan Johnson kundër sulmi Musab Malës, i cili depërton deri në fund dhe realizon për 52-65. Lojtari me numër 10, Arjan Çallaku, ndërshkohet me teknike. Ja, ky është rasti ku u anku Arjan Çallaku. Edhe s'ka faj. Nuk ka faj sepse ishte faul. Referët nuk e pan, Arjani u ndërshkua me teknike. Reagoj, Dardan Berisha në anën tjetër realizoi gjuajtjen e lirë pasi që u ndërshkua me teknike. Zemorina do të arrivoj topin. Tani tensionohet situata, 52-66 plus 14. E fauli Alan Herdonit, i cili ngrit dorën me njëherë. Thot për pak sa nuk e bolla topin, me gjithatë. Shkaktoj personalin e tij të parë. Plus 14 për Go plus Pen. Scott atje për Arjan Çallaku në kënd, i cili tenton, nuk realizon. E nga trohën Rees dhe Hoffman. Trevon Allen i duhet Fajtën nuk luajti sonte shumë. Mala, me të vërtet sonte Mala dhe Dardan Berisha ishin faktori kryesor i skuadrës. Tenton Dardani për 3 pik, nuk realizon. Ata të cilët e nisën atë serin, me të cilën u shkëput për herë të parë në përsi 2 shifrore me atë seri të 4 tresheve rresht. 2 Dardani dhe 2 Musabi asistuan njëri për tjetrin. E më pas pjesa tjetër ekipit mori frym më lehtë dhe tani kanë 14 pike përsi. Nuk ka shënim nga Scott. Time-out kërkon Jeronimo Sharini, ndërsa kanë betur edhe 7 minuta e 10 sekonda lojë deri në fund. Mirë, po në basketbol çdo gjë është e mundur dhe ende është çdo gjë heret. Zemorina lufton atje, kap këtë top, Larry Thomas do të kthehet në lojë. E pa se çka bëri vllaznimi. 5 minuta para se të përfundonte loja në Shani Nushi, kishte minus prej 15 pikë dhe në fund fitoi. Jordan Johnson realizon për 52-68, e përsia më e lartë e PES prej plus 16, kur kanë mbetur edhe 6 minuta e 44 sekonda lojë. Shpërtheu tani në qerekun e fundit edhe Jordan Johnson, pika e tij e 14. 3-3 është për 2 pikë, para se realizoi edhe një treshe pas 4 huqeve. Reshte realizoi edhe treshën e parë, ndërsa nga vija gjuajtjeve të lira është 5-5. Ja, kjo është ajo treshe e Jordan Johnsonit. Nga 5 tentime, një treshe, paraprakisht pra kishte huqur 4 herë. Edhe vërtet shikuar në përgjithësi, sonte PEA ka luajtur lojë kolektive në çaste të caktuara. Kemi pasur lojtarë të cilët kanë shpërthyer, kanë dalë në sipërfaqe. Thash ishin Taj Green dhe Herndon në fillim së bashku me Dardan Berishën, i cili me Musab Malën pra hyn në atë serinë e bombardimeve për 3 pikë me nga 2 treshet secili, pas 12 huqeve për 3 pikë, ishin 4-4
Dardani 2-2 dhe Musab Mala 2-2. Dhe kjo e nisi atë serin e në pjesën e dytë në skendolje edhe Jordan Johnson, natyrisht edhe Taj Green i cili ka double-double prej 13 pikve, 13 kërcimeve dhe kthehet në lojë tani. Në anën tjetër kemi heshtjen e skuadrës Golden Eagle Lullit, ku përveç Trevon Allenit të gjithë të tjerët janë heshtur. I vetmi me pik 2 shifrore të Golden Eagle Lulli Allen, tentim, dhe Musab Mala vjen me treshën e ti, 71-52 plus 19, i arzakonshëm sonte Musabi. Pika e ti e 13, treshja e tretë e ti, vjen përgjigja tani edhe nga Joe Reese për 55-71 plus 16. Do të kthehet në lojë Scott, në Town Scott. Më i miri në duelin Sigal Prishtinën së bashku me Joe Reesin. Trevon Allen është heshtur lojtari kryesori Golden Eagle Lullit. Flayton atje ja dhe bon topin për shkurt, ka dhe 10 sekonda për Kesun Thomas. Johan Risi atje shpejt shkon topi për Erion Kastratin në kënd, nuk ka shënim, dhe fauli Risit ndaj Skylar Flaytonit. Do të rivohet topi nga anash, Larry Thomas ullet për të pushuar, edhe njëherë treshje e Musabit, ishte kjo treshja e tretë e Musab Malës, i cili i ka 13 pike, 2 asistime dhe 1 top të vjedhur. Edhe njëherë atje Dardani për Jordan Johnsonin, kësaj radhe nuk ka shënim, por Skylar Flayton lufton. E huq, po jo, nuk është Flayton. Janë pikët e Taj Greenit, kërcim në sulm dhe pikët e ti, 15 pike, 14 kërcime, do të duhet të ishin shënuar Taj Greenit, nëse zgaboj. Do të shohim në statistika zyrtare më vonë. Edhe një tentim për 3 pik nga Allen, nuk ka shënim. 55-73 plus 18 kur kanë betur edhe 4 minuta gjysmë deri në fund të duelit, i cili po e mbyll gjiron e 9. Këtë gjiro fantastike me shumë rezultate befasuese. Flayton shkon deri në fund dhe realizon për mrekulli atje pranë Risit dhe Kastratit për 20 pike përsi, e përsin më të thellë sonte. E pat atje Jeronimo Sharin, s'po ka qka me bo dhe si me u përgjith, sepse lojtarët e ti nuk po e dëgjojnë. Kërkon time out Jeronimo Sharin, nevri kosët atje skafaj, nga i qasti kur ishte ne përsi prej 47 me 46, kemi 29 pik të pejës dhe vetëm 8 pik. Edhe njëherë po e mban gjunin Musabi. Kjo Flayton me gjithate e ka kap topin, edhe pse kërcimi atje dora ishte për funi e Taj Greenit, të shofim edhe njëherë. Me gjithate, pikët janë të Flaytonit. Po, edhe në statistika zyrtare, shkojnë pikët për Flaytonin, jo për Taj Greenin, i cili betet pra me 13 pike, 13 kërcime, dërsa kërcimi në sulm dhe pikët i shkojnë Skylar Flaytonit. Musabi ishte kjo treshja e ti me të vërtet sonte. Musabi dhe Dardani kanë qenë faktori i cili inicoj dhe e nisi atë serim dhe shkëputje në rezultat me ato treshet e tyre. E më pas edhe Jordan Johnson shpërtheu në pjesën e dytë. Johnsoni tashmë, pra 14 pik, 5 asistime në pjesën e parë. Jordan Johnson i kishte 4 pik.
10 pikë të realizuar në pjesën e dytë. Ja, po e shihni, u përmirësua dhe sonte ka kry detyrën e tij ashtu si duhet për dallim prej ndeshjes me Trepçën, ku me të vërtet skuadra e tij vuajti pasi i munguan pasimet dhe Greg Gibson ja ka ngreh vesh mirë si duket dhe i ka thonë që roli i tij primar është për me shpërnda topa dhe me të vërtet me shpërnda jo me majt një top për veti e 4 lojtar tjerë me luajt me një top. Zimorina nga një pozitë e vështirë atje tenton, nuk realizon. Erioni tentoj me nxjerr këtë top, por pa sukses. Zimi sonte jo në formë më të mirë, kapiteni vetëm 2 pike dhe pse i pati 5 kërcime. 13 minuta loj për te sonte, 20 pike përsi. Pra, thash kjo është ndeshja e cila po e përmbyll Ofa! Edhe një treshe nga Musa Mala, 55 me 78. Është kjo treshja e 4 e Musabit, i cili s'ka të ndalur. 16 pikë të Malës, nuk realizojnë kësaj radhe. 23 pikë plus edhe vështirë se këtu Golden Eagle Ylli me këte loj dhe këte rritë mund të bëj diç. Adhurues të basketbolit, pra Rahoveci bashkimi dje 77 me 72. Rahovecianët me një fitore të madhe, duke i shkaktuar disfatën e 2-3 të liderve, të cilët deri të mërkurën ishin të pamposhtur pra bashkimit. Pastaj Bora e mposhti Sigal Prishtinën 88 me 78 në derbin lokal të Kryqëtetit, i cili u zhvillua nominatori, dërsa Trepça dhe Vllaznimi e përgatitën një dram të vërtet në Shani Nushi sonte. Trepça kishte 15 pike përsi 5 minuta para se të mbyllej dueli, megjithatë fal një shpërthimi të Warwickut me 4 treshe të një pas njëshme dhe Taj Green atje me pikën e tij të 15. Double-double, 15 pike, 13 kërcime. Jordan Johnson me asistimin e tij të 6. Fakt, më falni, është kërcimi 15 kërcime i ka Taj Green. Ky është kërcimi i 16, pra 15 pike, 16 kërcime. MVP i këtij dueli, lojtari më i dobishëm është Taj Green. Shënimi nuk pranohet, 57 me 82. Pra, qëfar serie adhurues të basketbolit. Pra në këto 15 minutat e fundit, më saktësisht 14 minuta e gjysmë, pas rezultatit prej 47 me 46, pra Ylli ka realizuar në këto 15 minuta vetëm 10 pikë. E në anën tjetër, pra po e shihni Peja 36 pikë. Taj Green përshëndetet nga publiku. Vend të tij Caesar Edwards e ka merituar i ka merituar duart trokitit e publikut për shfaqjen të cilën e bëri sonte me 15 pikë, 16 kërcime, një asistim e një top të vjedhur. E tani pak minuta edhe për të rinjët nga trajneri Greg Gibson, Elon Hasanaj dhe Sokol Nila. Dhe tani Jeronimo Sharin inkuadron edhe Altin Shalën, inkuadron edhe Gjelmoshat e ri. Edhe Artin Gashi, dikur kapiteni i Golden Eagle Yllit, për shkak të lëndimit kishte munguar për 2 vjet të gjysmë. E vjedh këtë top nga Hasanaj, atje Scott realizon për 59 me 82. Sekondat e fundit adhurues të basketbollit dhe kështu lirësh mund të themi Golden Eagle Ylli në poshtët nga Go Plus Peja. Si e thash në fillim,
do të shohim se cila nga këto pije do të jap më shumë energji sonte. Ishte Go Plusi i PES, ai i cili triumfoi sonte 84 me 59. Trevor Allen largohet dhe i lë vend Shqipron Ahmetit. Edhe Shëndrit Lapi, pak sekonda edhe për Shëndritin. $203 cm, pra te Go Plus Pea, thash lojtari më i mirë, MVP i këtij dueli pa dyshim është Touchgreen, 15 pike, 17 kërcime. Arti Hajdarin harrova ta përmendi parës, ishte në mesin e atyve të cilët ishin më të merituar për shkëputje në rezultat gjatë pjesës së parë. Arti Hajdari me 10 pikët e tij dhe 3 kërcime. Gjithsesi, përveç Touchgreenit, e kishim Jordan Johnsonin, 16 pike, 6 asistime, e natyrisht Musab Mala dhe Dardan Berisha, Musabi me 16 pikët e tij, dhe Dardani me 9 pikë, 5 asistime dhe 3 kërcime. Në përgjithësi, pra sonte Go Plus Pea ishte më e suksesshme, më e mirë, fitoi me rezultat 84 me 61, së shpejti do të vim edhe me intervistat e dy trajnerëve. Coach Sharin, very tough game. You had the lead, minimum lead, 47-46, 15 minutes prior to the end of the game, but then something happened. What happened at the end, in the last 15 minutes? I mean, we got our momentum, we were up, we got like a 2-3 really easy situation. In fast break we missed. Then Pea all of a sudden started to play much aggressive, and the player didn't adapt on this. What to say, you know, I congratulate to Pea, they deserve this win. My opinion, we gotta change this attitude, nothing else, because this team has a quality, has a talent, but with this attitude is not good, and that's the reason why we are here. But I believe in this team, and I hope every next game will be better and better. Thank you very much. Thank you. Pra, adhurues të basketbollit shumë shpejt ta përkthej atë çka e tha trajneri Jeronimo Sharin. E pyeta që kishin e përsim prej 47 me 46, 1 pikë e përsi, 15 minuta para se të përfundonte dueli. Çka ndodhi me Golden Eagle Yllin në fund? Ajo që më tha, ajo që u përgjigj, po e presim edhe tabelën e cila u vonu, është kjo për ndaj sponsorëve. Pra, ajo që e tha trajneri Jeronimo Sharin është se lojtarët e mi i humpën disa sulme të njëpasnjëshme, më pas Pea filloi të luajë në mënyrë shumë agresive, filloi edhe të qëlloi gjuajtjet dhe ne e humbën ndeshjen. Mirë po, ajo që e kritikoj ishte qasja e lojtarëve të tij
ndaj lojës. Në fund të lojës nuk guxojmë të bim në ritëm në këtë mënyrë, do të përmirësohemi dhe unë besoj në lojtarët e mi. Ishin fjalët e trajnerit Roni Mosharin, i cili nuk ishte as pak i lumtur me mënyrën se si e lëshuan në fund. E tani do ta kemi edhe trajnerin Greg. Coach Greg, very interesting, intensive game. Golden Eagle Uli, they went ahead 1 point, 47-46. It was like 15 minutes prior to the end of the game, but something changed. What did you change, and what was the key of the win? Well, a couple things. First of all, we took care of the basketball for the most part in the second half. Yeah, they made a run. We had a little bit of that lapse that we had in the Trepcha game where offense seemed to stall a little bit. We're a team that relies a lot on defense. We need the stops. Once we can get out and run, that's what I wanted to bring here to Peja, and we saw a few glimpses of that tonight. So in a nutshell, just to sum it up, we got stops, we were able to run, and that's the type of intensity, type of energy that we need. Thank you very much. Thank you very much. Thanks. Pra, ajo që tha trajneri Greg Gibson paka shumë ja bëra pyetjen e njëjtë, ishin një pikë minus 15 minuta para se të përfundonte ndeshja. Çka ndodhi në fund dhe cili ishte Chelsea i fitores Pejas, tha po fillimisht ta i ndalëm tha sulmet e Golden Eagle Ylit, i cili erdhi në disa raste pati një seri të mirë, pra ishte ajo seria prej 10-2, dhe ne arritëm që t'i ndalim të luajmë mbrojtje më agresive, e në anën tjetër edhe erdhi sulmi. Tha, i përmirësuam ato të cilat i kishë mangësi tona, të cilat i kemi pas edhe ndaj Trepçës, kur kemi lejuar që kundërshtari të luan pra sulmin në mënyrën se si don pra ta imponoj. Tha, neve duhet të ndalim depërtimet dhe sidomos të kontrollojmë koshin, atë që arritën të bëjmë pra kërcimet, sidomos kërcimet në mbrojtje, e më pas erdhën edhe kundër sulmet. Ishte i lumtur me mënyrën se si janë përgjegjur lojtarët e tij në fund. Adhurues të basketbollit, ishte kjo e tëra për sonte nga Karagaçi, ku Goplus Peja e mposhti Golden Eagle Yllin dhe kështu u barazua me Bashkimin në pozitën e parë me nga 7 fitore dhe vetëm 2 humbje, ndërsa sikurse e kam thënë edhe mbrëm dhe vazhdimisht po e përsëris me rezultatet të cilat pra u arritën gjatë ditës së djeshme dhe sot rezultatet befasuese. Fitoria Rahovecit ndaj Bashkimit, pastaj e Borës ndaj Sigal Prishtinës dhe vllazimit ndaj Trepçës. Me të vërtetë situata në elitën e basketbollit kosovar në Pro Credit Super League është bërë lëmsh, është bërë lugë dhe jemi dëshmitar të njërit prej edicioneve më të bukura, më atraktive dhe më emocionuese që nga jo epoka e artë e basketbollit kosovar 2002-2007. Nga unë Agon Fehmiu, ekipi realizuesi Oksigenit për Art Motion, kaq për sonte nga Karagaçi, e ju vazhdoni të qëndroni edhe më tutje Art Motion.